Përshëndetje. Edhe këtë herë si para një viti, Sokol Sadushi, kryetari i Gjykatës së Lartë, ngriti sot disa probleme dhe shqetësime në konferencë kombëtare ku ishin pjesë të kupolës së drejtësisë, e cila u zhvillua me magjistratët e rinj. Sokol Sadushi ishte në cilësinë e kryetarit të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës. Ai foli hapur me kurajo qytetare dhe profesionale për shumë probleme të cilat e kanë bërë më të ngandalta, apo disa hera fiksues mekanizmin e sistemit të drejtësisë, kur të tjerë në piramidën e drejtësisë heshtin apo bën palë me avashlëkun e zgjidhjeve të këtyre problemeve. Të mos heshni kur duhet të flisni. Të mos nënshkruani kur nuk bindeni. Të mos veproni verbërisht kur shkelja është e dukshme. Sadushi theksoi ndër të tjera se sot jemi në realitet ku ndershmëria shpesh shoqërohet me frikë, kur integriteti ndonjëherë mbetet i izoluar, ndërsa konformizmi gjen terren akoma dhe më të lehtë se guximi për të vepruar ndryshe. Prandaj, më shumë se kurrë kemi nevojë për vetdije kolektive për drejtësinë, si themel i shtetit dhe shoqërisë. Kryetari i Gjykatës së Lartë dhe mund të heshte apo të mbante një fjalim formal, por ndërgjegja qytetare nuk e ka lënë të jetë formalist si formalistët e tjerë që kënaqen me kariket në sistemin e drejtësisë. Ky ishte një fjalim i fortë, profesional, burrnor dhe patriotik. Një fjalim që duhet analizuar nga krejt kupole e drejtësisë, por jo vetëm, edhe nga politika. Ja dhe fjale Sokol Sadushit. E ndjej si një detyrim profesional dhe moral që këtë panel ku tema është llogaridhënia, guximi moral dhe respektimi sundimit të ligjit, të flas hapur dhe të mos jem konformist. Jo për të rënë në një vetkënaqësi institucionale, por për të ndarë me ju disa të vërteta që edhe pse i kam shprehur më parë, mbeten aktuale dhe kërkojnë të ritheksohen. Sistemi ynë i drejtësisë po kalon prej vitesh një transformim të thellë. Shqipëria po hyn gradualisht në vitin e 10 të përpjekjes për të ndërtuar besim te drejtësia. Pavarësisht arritjeve të shumta dhe të prekshme, sistemi i drejtësisë po ndeshet me problematika serioze. Ai po përjeton krizën e eficiencës dhe të efektivitetit të gjykimit, të shkaktuar nga mbikërkesa dhe vonesat në dhënien e drejtësisë. E shohim çdo ditë se si çështje etike për individ, shtresa vulnerabël, biznesa apo komunitete të ndryshme zvarriten për vite me radhë. Pafuqia për të vendosur shpejt dhe me profesionalizëm po i shndron organet brenda sistemit në struktura me ndikim të kufizuar, dhe këtë nuk e thon vetëm raportet ndërkombëtare. Madje më qartë na e thot qytetari, qoftë edhe me heshtjen e tij. Nga pozicioni i kryetarit të Gjykatës së Lartë vren një rrezik të heshtur që po shfaqet në organet e sistemit të drejtësisë, rënja në rati konformiste. Ndoshta nuk konstatohen shkelje flagrante të ligjit, por ka shumë heshtje, mosveprim në kohë dhe pasivitet. Nuk shfaqen hapta as indikime të drejtë për drejta në sistem, por duket se ato janë zëvendësuar me presione të heshtura, të rafinuara, por një lloj të dëmshme. Nuk është fjala për vendime të padrejta, por për vendime që nuk merren në kohën e duhur. Dhe ky është ndoshta rreziku më i madh i kohëve tona, një drejtësi që nuk vepron në kohë, një drejtësi që pret. Reforma në drejtësi ka sjellë transformim pozitiv në sistem, duke prodhuar dhe një shtysë të domosdoshme për ndryshim dhe për edukim. Megjithatë, sot jemi në një realitet ku ndershmëria shpesh shoqërohet me frikë, ku integriteti ndonjëherë mbetet e izoluar, ndërsa konformizmi gjen terren më të lehtë se guximi për të vepruar ndryshe. Prandaj, më shumë se kurrë, kemi nevojë për një vetdije kolektive për drejtësinë, si themeli i shtetit dhe i shoqërisë. Është folur gjatë për ndërtimin e institucioneve të reja, për vettingun, për pavarësi nga politika, por më pak flitet për sprovën më të vështirë, me të cilën përballet çdo magjistrat, sprovën e ndërgjegjes. Pikërisht këtu lind nevoja për të reflektuar mbi integritetin gjyqësor përballë tundimit të konformizmit dhe për të guxuar moralisht dhe për të qëndruar në anën e drejtë, atëherë kjo është më e vështirë. Rreziku që u kanoset sot magjistratëve nuk vjen do e mos nga pushtetet e tjera, por nga faktorë të tjerë të rrezikshëm, ndoshta edhe për shkak të fatit që janë të padukshëm, të heshtur, por të vendosur për të arritur synimet e tyre. Në këtë realitet konformizmi përpiqet të fitojë terren. Ai është më pak i zhurmshëm se korrupsioni, por po aq i rrezikshëm sa ai. Konformizmi manifestohet në forma të ndryshme, në hezitim për të marrë vendime, në dëshirën për të mos u eksploruar në frikën e përballjes me kritika apo me ndëshkime karriere, në pranimin pasiv të sjelljeve jo etike të kolegëve me arsyetimin se kjo nuk është puna ime. Këto janë shenja të një sistemi ku mungon guximi dhe që pa e kuptuar minojmë së brendshmi pavarësinë institucionale dhe individuale të magjistratit. Është e lehtë të themi se duam drejtësi të pavarur, por si përkthehet kjo në praktik? A kemi magjistratë që guxojnë të mbrojnë të drejtën dhe kur ajo sfidon interesat politike, ekonomike apo në rrjedhën e zakonshme të rasteve? A kemi magjistratë që veprojnë pa frikë, pa u tunduar nga opinioni publik, nga titujt e portaleve apo nga mënyra e reagimit të strukturave më të larta shtetërore? Sigurisht që kemi, por a mund të themi se ata dominojnë?
Këto janë pyetje që mund t'i bëjmë vetes, ndoshta përgjësimet nuk vlen, po për faktin se drejtësia përballet me presione konstante politike, ekonomike dhe në raste jo të pakta edhe kriminale. Presioni nuk vjen domosdoshmërisht me kërcënim, ai shfaqet me oferta, me afrimitet, me rehalti institucionale ose më rrezikshëm përmes ndjesisë së dorëzimit me shprehje të tilla se kjo nuk është punë për mua, nuk ja vlen, kjo punë nuk bëhet e të tjerë, e të tjerë. Të jesh me integritet do të thotë të mos jesh i pandjeshëm ndaj efektit që çdo vendim ka në publik, në çdo sallë gjyqi, në çdo akt hetimor që kryen, në çdo vendim që merr, magjistrati përcjell një mesazh për qytetarin dhe për vetë sistemin. Dhe ky mesazh ose ndërton besim ose rënon atë. Kjo duhet parë se një mënyrë llogaridhënie e cila nuk është thjesht një procedurë, por përgjegjësi ndaj shoqërisë. Llogaridhënia fillon aty ku gjyqtari pyet veten, jo vetëm apo zbatoi ligjin, por apo jap drejtësi. Dhe nuk ka llogaridhënie pa vetdije, nuk ka vetdije pa guxim, nuk ka guxim pa një sistem që e mbron dhe ushqen integritetin, jo vetëm në ceremoni të tilla si kjo, por në jetën e përditshme institucionale. Prandaj drejtësia nuk mund të qëndrojë mbi një ligj të ftohtë apo mbi një sistem formal kompetencash. Ajo qëndron mbi karakterin e magjistratit, mbi guximin për të thënë të vërtetën, mbi përkushtimin për të mos heshtur kur ligji përdhoset, mbi aftësinë për të dhënë drejtësi edhe kur askush nuk na shikon, dhe kur tundimi për të mos reaguar është tepër i fortë. Detyra jonë është të mos heshtim ku drejtësia vonohet, të mos shmangemi kur e drejta kërkon zë, të mos fshejmë mungesën e guximit pas procedurave, të mos lejojmë që ndeshmëria të mbetet e izoluar dhe të mos heshtim përballë konformizmit. Dhe më e rëndësishmja, të ndërtojmë një kulturë të re brenda sistemit, kulturën e guximit, të refuzimit të praktikave të gabuara, të denoncimit të presioneve, të përballjes me interesa që përpiqen të devijojnë rrjedhën e lishme të proceseve. Nëse ne nuk guxojmë ta përmbushim këtë mision brenda sistemit, nuk mund të presim besim nga jashtë. Vetëm kështu, integriteti nuk do të mbetet një fjalë e bukur në një konferencë, por do të bëhet shtylla e një drejtësie që nuk hesht dhe nuk dorëzohet. Editoriali Koha Jon.